Ai nuk ka probleme se beson. Ai ka, shikoj, ajo parti, bolta besojnë atë njerëz që ka rrotu. Dhe boltja dëgjojnë veshët. Është në një stad, ose në të stad ka qenë gjithmonë që sa herë i kanë dëgjuar veshët krisma dhe i kanë dëgjuar veshët mashtrim, ai është lumturuar. Ai lumturohet kur ndonë. Ndërsa ata që ka rreth rrotull janë, ata që i vinë rrotull, ata janë padyshim njerëz të fiksuar, njerëz pa logjik, njerëz pa nuk mendojnë aq sa të mendojnë, ore, ç'po bëjmë kështu, ç'po bëjmë këtë turpe. Ndërsa mënyra se si mohon Berisha është nder për të që po ja bëjmë analizën, se po e marrim në gojë, po flasim për të. Ai mohimin dhe mashtrimin i kanë në mënyrën e vet, i kanë në kurm, në palc. Domethënë në çdo moment ai mashtron, në çdo moment ai shpif, në çdo moment gënjen, në çdo moment organizon dhunë, në çdo moment ai bën. Dhe shiko, kjo që bën tani është njësoj siç ka bërë gjitha vrasjet. Praktikisht kur ka vrarë njerëz Sali Berisha, i ka vrarë me një shenjë. Duke thënë që edhe ai e mohon kollaj atë gjë se ka lëvizur syrin dhe i ka thënë njëri nga ata militantët se i kishte ata kriminalët gjithmonë i ka pas rrotull ato, sidomos si thua është paramilitar, është në historinë e Partisë Demokratike me një grup paramilitar nga 400 deri në 3000 veta. Kaq ka shkuar numri paramilitar si njësoj siç kishte. Këto janë pamje të drejtë për drejta, në fakt shohim që është një numër akoma dhe më i pakët në protestën e sotme që i bashkohen Berishës, zoti Çupi. Po sigurisht ato për ditë më pak do të jenë, se për ditë më pak ka dhe nga këta tipa që ai thotë dëshpëruar. Po pse i thotë dëshpëruar, pse i veçon nga vetja atë grupin e zjarrit? Sepse grupin e zjarrit e ka shumë të thjeshtë, grupin e zjarrit e pagun Shkërzeni. Dhe ky nuk ka kontakt, kështu i mban kontakte ky. Me grupin e zjarrit mban Shkërzeni, me grupin e juristëve mban Argita, me grupin e tjetër, me grupet e tjera të trafikut narkotikëve, tani po bëhet e gjithë Partia Demokratike.